do të flasim për situatën politike në Shqipëri dhe aktualitetin me avokatin Zaçi Islami, mikun e emisionit ton. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje dhe ju faleminderit dhe unë për ftesën. Avokat, kryeministri u ka shpallur luftë gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ç'është kjo puna e pagave? Kanë të drejtë ata apo s'kan? Apo po bëhet thjesht për të formuar aktualitetin dhe ngjarjet? Atë e bërë për të hequr vëmendjen nga Belinda. Për të tërhequr vëmendjen e opinionit publik nga skandalet e jashtëzakonshme dhe grabitjet monstruoze që i kanë bërë ekonomikë shqiptar. Jo më larg se para 10 minutash pash një video në të cilën ishin ngritur ata banorët e një fshati në Belsh të Elbasanit se kërkojnë të marrën tokat të cilat kanë 30 vjet që i punojnë dhe i shfrytëzojnë dhe jetojnë me to dhe kanë vajtur njerëz nga hiçi dhe u thonë janë tokat tona, kemi bërë letra që në 2017 e tjera. Zotëri, po grabitjet populli shqiptar, prona shqiptare ditë për ditë dhe ai merret me gjyqtarët e prokurorët të cilët praktikisht i ka të tija, ajo show që bën ai tallet me qytetarët për të thënë që ja, shiko unë i kam kundërshtar këta se këta duan lekë dhe unë nuk u jap. Jo, është show, është mashtrim tipik komunist siç e kanë zakon komunistët që të mashtrojnë qytetarët gjatë gjithë historisë tyre dhe siç kanë një perandori propagande medje të pa komandueshme, të pa kthyeshme. Por në fund si do mbyllet, avokat, do arris pagat, pra apo jo? Ai dhe tu arrisi pagat, dhe të mos u arrisi, ata janë shërbëtorët e tij dhe ushtarët e tij. Por ata luftën e bëjnë me qëllim që të mbulojnë milionat që kanë vënë nëpërmjet kolegëve të mi avokat, sekser. Janë ata që janë ura lidhëse. Ata janë ura lidhëse. Dhe për mua, korrupsioni, qendra e korrupsionit në Shqipëri janë avokatët sekser, të cilët majmin dhe ushqejnë shushunjat, gjarprinjt, vampirët e drejtësisë shqiptare. Ndaj popullit shqiptar është në këtë gjendje. Ndaj popullit shqiptar duhet të ngrihet ta përmbysi. Ora duhet të ngrihet ta përmbysim, le rrini të qetë, rrini të paqet. Ne duhet të ngrihemi ta përmbysim diktaturën. Diktatura me vota nuk ikën. Diktatura me fjalë nuk ikën. Diktatura me propagandë nuk ikën. Diktatura ikën vetëm me përmbysje. Në dash të ngrihen shqiptar, në dash kur mos u ngrefshin, miru a bën që i shkel, miru a bën që i grabit, i dhunon, i përdhunon, u a bën të tëra zezat e Rama. Dhe këtë e bën me mbështetjen që ka nga Illuminati. Avokat, po me ballukun çfarë do bëhet tani, sepse nuk s'po kanë fuqi të marrin një vendim, avokat. Mirë, keq, paktën ta marrin një vendim. Kush ta marr vendimin? Gjykata kushtetuese, ajo që paguhet. Ajo që ekziston. Ajo që u bën inekzistente? Janë 8 atje me sa diu. Ata që bën reformën drejtësie janë një pjesë, vajt vetë atje. Jo, fizikisht i di dhe unë që janë atje. Por nuk funksionojnë. Çfarë pengon të marrin vendimin dhe të miratojnë kërkesën e gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar? Çfarë pengon? Se po e zbarisin, dhe bëjnë ping-pong, gjykatë kushtetuese, parlament gjykatë kushtetuese dhe pastaj dhe nga lartë edhe i shikohet dhe thot tani vazhdoni ju thot. Në rregull jemi neve, Belindën e kam të garantuar unë. Avokat, ju e dini më mirë, po për ta shpjeguar për publikun, unë nuk kuptoj diçka. Përse mblidhen disa herë atje, edhe nuk ka një vendim. Ata nuk është se duhet marrin një vendim unanim, domethënë o 100% pro, o 100% kundër. Secili mundet që t'jap mendimin e tij, pra nga antarët, mund të jetë 4-4, se 8 janë për momentin, a 5-3, a 7-1. Pra, çfarë i pengon që e zvarrisin? Në Venecia nuk e çojnë dot më, për shkak se u mbyll shqyrtimi. Pra, çfarë? Çfarë ka këtu që fshihet pas? E para u bë pislëku u bë duke lënë 8 veta, 4-4.
Sepse po votuan 4-4, votimi bëhet nul dhe automatikisht merret në fuqi vendimi i gjykatës kundër korrupsionit. Dhe ajo dorëqja atje që gjeti atë nuk e di se ka gjetur të nëntin, u bë me qëllim, me urdhër. Por këta kanë specialistë të jashtëzakonshëm për të mashtruar popullin shqiptar dhe për të mashtruar opinionin publik. Këta i bëjnë të tëra krimet në drejtësi vetëm që të quhen veprime të marra nga drejtësia. Zotëri, gjykata kushtetuese praktikisht ka bërë grushtetin në Shqipëri. Grushteti të mbështetur nga kryetari këtij kapobanda i grushtetit që quhet Edvin Kristaq Rama. Gjitha krimet burojnë tek Edvin Rama, zotëri. Nuk ka gjykata kushtetuese janë ushtar. Nuk janë gjyqtar me integritet dhe me pavarësi që të vendosin kështu si duhet, siç e ka ligji dhe mbaroi. Jo. Gjykata kushtetuese është vegël në duart e Edi Ramës dhe të Belinda Ballufut. Avokat, Po. Kuvendi popullor është një band prej 140 hajdutësh, kriminalësh, të degeneruar, të korruptuar, të shitur, të pa karakter, të pa nder, të pa cip, derisa votuan dhe ligjin për barazin tash quajtur barazi gjinore. Nuk kemi ne zotëri, politika shqiptare është anti-shqiptare. Ajo është një kaos që ju e keni mbrojtur fuqishëm edhe keni marrë edhe mbështetje maksimale edhe nga gjithë ata që ju kanë dëgjuar unanimisht. Avokat, tek rasti i gjykatës kushtetuese, tani kush ka më shumë shanse që ndodh që gjykata t'i jap të drejtë Ramës edhe me këtë jep goditje përfundimtare SPAK-ut, sepse goditje fort tani rrezon reformën drejtësi, apo e kundërta që t'i jap të drejtë SPAK-ut edhe pastaj hap rrugën për të proceduar si precedent pra kryeministrin për të kërkuar ndoshta pezullimin e tij nesër pas nesër. Po që se udhimset koka e tyre, ata duhet i japin të drejtë SPAK-ut. Po që se i japin drejtë Edi Ramës, do të thotë që këtu jetojmë në një juntë naziste në Shqipëri, të kryesuar nga Edi Rama. Unë besoj se do ndodhë kjo e dyta. Gjykata kushtetuese do t'i bindet urdhrave të Edi Ramës, se kanë pushtetin. Prandaj them që duhet ngritur populli të atarëzoj, të heqi pushtetin, sepse pa pushtet ai të merr të keqen. Pa pushtet ai ka ta ndiset një langaraq pazari. Pa ata 140 vetë që ka atje, se i ka të 140 ata, i ka me vete. Ata ajo bandë hajdutës e kriminelles po terrorizojnë dhe po torturojnë gjithë populli shqiptar. Po e përzën nga Shqipëria, po u merr pronat, po u merr tokat, po u merr gjithçka. Ngrehuni o popull, ngrehuni si e po u them për ditë, ngrehuni ta përmbysim. Avokat, ndërkohë që në raport edhe me situatën këtu opozita, ata janë bashkë, sikur thoni ju, ka thirrur protestën e 10 shkurtit. Berisha thot që do jetë më e madhja e gjitha kohërave kjo. Sa herë ka thënë Berisha ashtu, pse me të vërtetë e besoni akoma Berishën ju? Ore Berisha ruan prapanicin e tij. Nuk i intereson Berishës demokracia dhe të drejtat e qytetarëve. Jo mër jo. Berisha po të ishe në ata burra dhe po të kishte njerëz të ndershëm në partinë e tij, do ngriheshin ta përmbystin me dhunë. Se ky dhunë po ushtron. Dhe këtë të drejtë për të ushtruar dhunën ja kanë dhënë vjedhje votave, asgjë tjetër. Pra këta demagogjin e demokracisë dhe të drejtësisë, të drejtave të qytetarëve e përdorin në mënyrë perfekte. Demagog të pakrahasueshëm janë, të pa arritshëm. Por popullin shqiptar arratin e nxitën këta dhe e mbështesin duke krijuar një boshllëk vendes pune, duke i detyruar djemt dhe vajzat shqiptare të ikin marrën perëndimin. Ore është qeveri kriminale, po ha shqip këta njerëz apo s'han shqip? Ku janë këta njerëz danëm? Ku janë burrat, po ku janë? Nuk e shikojnë këta që Edi Rama po na vret ditë për ditë, po na thanë vendin, po thanë rinin, po thanë popullin shqiptar ka ta ndishur moshën mesatare 60 vjeç. Avokat, e keni marrë vesh gjë ky shefi SPAK-ut është? E ka marrë detyrën apo jo?
Është një pyetje që nuk duhet më kishte bërë, se unë këtë gjë kam thënë me kohë. Prandaj Ai është një po komunist. ju ngacmoj. Ai është një komunist si gjithë komunistët e tjerë, nga një familje ultra komuniste enveriste, dhe ai nuk mund të ngriheti të godasë atë që emëroi atje. Jo zotëri, mos shpresoni, unë të paku shpresoj vetëm nga ushtrimi presionit të amerikanëve që e paguajnë. Qëse nuk veprojnë amerikanët, këtu s'ke as drejtësi, as pak, as mavri. Këtu gjithçka është në dorë të komunistëve shqiptarë. Pra, SPAK-u duhet të kishte vepruar me kohë deri tani. SPAK-u duhet i dalë zot vendit. Pra të paguhet, pra të e ngritën amerikanët, pra të ka dhe këshilltar amerikan aty, ndoshta mendoj unë i marrin punët me ngadalë. Mirë po nuk pret puna, po shikojmë një gjë, ose ka plasur në gjithë globin tani skandali i Epsteinit. Po. Ata janë që komandojnë dhe Edi Ramën dhe politikën shqiptare, ata të Epsteinit. Ajo situatës. Ata sikur janë çarmatosur, avokat. Ata se dim fjalë ka shumë. Nuk e dim të vërtetën. S'kemi nga ta marrë vesh të vërtetën. Ajo që dim është që atje ka qenë një grup kriminal, sadist dhe kështu qarë njëri tjetër që i thonë. Avokat, ju mendoni që ata është në dorë fshetë rusa apo izraelite aty? Jo, s'ka dorë rusi aty ka dorë vetëm izraelitët që futët e Amerikës, dhe ata i bëjnë të tëra. Bile dje pas një video të një vajze meksikane që thoshte ata han njerëz, han njerëz. E thoshte me të ulritur. Pra ata po qeverisin botën. Si ka mos kjo elit që doli kështu? Kjo ka qenë me kohë, nuk doli tani. Tani u publikua. Po për të ekzistuar, ka ekzistuar me kohë. Analistë të ndryshëm dhe njerëz të ndershëm me integritet në gjithë botën kanë folur për ta. I shikojmë dhe filma me 10 filma që bëjnë për rrëmbime vajzash për futur, që i futin për furgon, që i çojnë për tunele, në për kështu. I shikojmë arti e ka bërë punën e vet. Po populli tani u zgjuan me sa duket dhe tani u qërua elita kriminale e Partisë Demokrate Amerikane nga pushteti. Dhe tani kanë filluar që të dalin gjërat, sepse si që shikoni, atje janë akuzuar dhe Hillary dhe Bill Clintoni. Atë dite dolën emrat e 2 presidentëve të Kosovës aty. Ata i bën sqarimet e tyre, një vajzë shqiptare. Pra, shkojmë edhe ne dalim diku. Po patjetër, dëgjoj, po nuk merret pushtet në Shqipëri pa mbështetjen e atyre, ne kemi thënë atë. Janë ata që i vendosin. Se vota dhe drejtësi dhe demokraci me vota harrojeni. Kriminelët duhen zhdukur nga pushteti me forcë, jo me vota, nuk ikin me vota. Nuk ka diktaturë në botë që tjetë përmysur me vota. Shikoni Egjiptin, Mubarakun. Si u përmys? U përmys me vota? Jo. U përmbys kur u ngret popullin këmbë. Pra po flisim për një pranverë shqiptare, avokat. Shqipëria ka ngrirë, Shqipëria është acari polit veriu të Antarktidës, Shqipëria ka mbaruar. Avokat, po ju bëjë përshtypje që pas 2011-ës, në 2012-ën, pra një vit pas ngjarjeve të Istinianarit, vjen në Shqipëri edhe për pajtuar palët e për negociuar ish shefi i Komisionit i Këshillit Evropian që pasi kthehet nga këtu thotë Shqipëria kishte vajza të bukura. Pra ai erdhi për negociuar apo për gjë tjetër. Pra ata që ne presim që i shikojmë si më të mirët, si të përsosurit, të diturit. Dëgjoj. Të lutem mos më detyro të përsëris ato që i kam thënë me kohë. Në Evropë qeverisin LGBTQI. Ata janë
ai është Parlamenti Evropian, ai është Këshilli i Evropës, ajo është Europa e Bashkuar, ata janë që qeverisin botën. Dhe ai që kishin pëlqyer ato vajzat e bukura aty që i kishin pëlqyer vajzat e bukura shqiptare, ku ja çoi politika shqiptare, ja çuan këta pederastët tanë, ja çuan të shiturit tanë, të pamoralshmit. Dhe populli rrihet, dëgjoni, shikon këto dhe nuk ngrihet. Çfarë të thuash më këtu? S'ka një bërtham shqiptare këtu që tjetë me integritet shqiptar dhe me karakter shqiptar, që kanë shuar të tërë, po u shofshin e një mos beqin pastaj. Mirë na gjën, na ka zënë kjo zezë, kërkojmë ndim vetëm nga Zoti, nga askush tjetër, se këtyre s'ke që bën me vota. Po u bën si shumë se ky i këshilli që përmendëm tani, po, vjen Mogherini këtu, e arrestojnë për korrupsion, po, me Gonigali, po, sa ka më domethënë, po, gjithë ne na bin këta avokat. Këta janë nga një ishulli në një oqean të madh korrupsioni, një ishull këtu, një mira milim, tutje, një tjetër më tutje. Këta janë, se nuk mund të thuash as maja icebergut. Këta janë që janë zbuluar nga gazetar Trima, nga gazetar të aftë, nga gazetar të Zot, që u ka zbuluar dhe u kanë nxjerrë bojnë në opinionin publik, po kështu është e gjithë elita botërore që qeveris botën. Këta janë. Me që jemi këtu avokat të Rama, do shkojnë në Amerikë mendoni apo jo, sepse presim që të firmos bordin e paqes. Ta kanë thënë që nuk do vej Edi Rama në Amerikë, harrojeni. Është figurë e diskredituar. Dëgjoj, amerikanët i përdorin sa i përdorin spionët dhe ata zagartë e tyre si punë Edi Ramës, por kur e shikojnë që atyre u del boja dhe nuk kanë më autoritet, atëri i braktisë dhe i çon vetë me duart. Pra Edi Rama nuk do vej në Amerikë, Edi Rama do përgjigjet penalisht për krimet që ka bërë në Shqipëri dhe për Amerikën që me Gonigalli. Avokat, u bë kohë që s'po shohim në ngrata nga amerikanët. U bë disa vite. E fundit ka qenë ajo e Berishës. Jo, në ngrata me sa di unë është dhe Edi Rama në Departamentin e Shtetit Amerikës. Kështu kemi dëgjuar, se ndim sa është e vërtet. Thuhet që është në ngrata, thuhet që është gjobit, që është dënuar 7 vjet në Amerikë, thuhet që është dënuar dhe në Evropë. Nuk i dim, po këtë s'kemi gati marrë në vesh, sepse media nuk është e ndershme në Shqipëri, nuk është e lirë. Media kontrollohet nga Edi Rama në mënyrë perfekte në 24 orë në 24. Ai atë punë bën, shikon çfarë thon mediat. Dhe atje ku shikon që i shkelin në kallo, ata i zhduk. Avokat, po grekët pse ngacmojnë? Kish një artikull para një 2 ditësh, Edi Rama thoshte e paguam lekët ne, vajti si minoritar të studionte në Harvard, tani natallën e grekëve. Pse i rikthehen her pas here, avokat? Pas ka shkuar Edi Rama në Harvard, çfarë thonin? Thon ata, vajt me lekë tona, thon ata. Po duan të rrisin autoritetin pra si atyre u shërben, as për fjalë fare. Ajo është një lloj si ajo lufta që bënin grekët ose propaganda që bënin në vitet 92-97, që thoshin ditë për ditë Berisha diktator, diktatori Berisha, nga ana tjetër Berisha atyre u shërbeu. Dhe me marrëveshjen e detit që bërin 2009-ën, ishte totalisht në shërbim të Greqisë. Pra, kjo është formë e njohur. Shaj e thamë shumë, atë që bëjnë me komunizmin në Shqipëri. Shaj komunizmin dhe në fakt politika komuniste zbatohet në Shqipëri. Shaj Enveri në fakt bën ato që thotë Enveri. Shaj Enverin dhe në fakt bën të gjithë Enverisë në Shqipëri me ballukën në krye. E të tërë këta. Pra, ajo është formë e njohur e dizorientimit të opinionit publik. Bëjnë sikur e shajnë në media dhe shajnë dhe në fakt në prapasken realizojnë objektivat e tyre. Avokat, kam edhe 2 pyetje të fundit. Se pari nuk po shohim nga Sazani Zvërneci akoma në i fatdrom që të shkoj. Qa s'po shofim? Do i fatdrom që të nis punimet, nuk po shikojmë. Por nuk ven do të Sazan mërzotëri. Por nuk ven Sazan ata, harroja ata. Nuk ven atje kushnerët që futët në Sazan. Është dikush që në mbron. Dhe të mos dalë ditën për diell, po ama ne dim që në mbron atje ku duhet. Dhe Edi Ramës ja kanë shtërnguar testikujt aq shumë sa po i dalin syt.
Që ta dini. Por ai thotë unë jam rregull, 83 mandate, në Amerikë vizit po bëhet gati, u kthy nga Izraeli me ceremoni me gjëra më the thash. U prit nga armik tanë më të betuar që janë qifutët që duan të pushtojnë të gjithë Shqipërinë, urtësira shqiptare. Ai pra të vajti, po dhe ajo nuk do të jesi, nuk do bëhet, asnjë gjë nuk do bëhet, se ka të tjerë sallarë që na mbrojnë, edhe që duan këtë vend. Por në fundit jemi dhe vetë se s'kemi vdekur. Avokat, kam një pyetje të fundit për një çështje që ne kemi bizeduar më përpara, në mos gaboj para një viti, që shkon dhe rikthehet, bëhet kryefjalë e mediave, pa akoma është pa përgjigje. Rasti i zhdukjes së asaj vajzës Vlora Amatos, që është i kthyer tani jo i familje nga Vlora, jo va në Gjermani. Pra, si shkon e si kthehet? Mos është një dorë e komanduar që rikthen e çon e sjell deklaratat e nënës në media, besoj keni parë, keni dëgjuar këto ditë. Ai është një krim ordiner. Është një krim si të gjitha krimet e tjera dhe fatkeqësisht më duhet ta shpreh atë mendimin tim që është një krim që mbulohet nga politika. Se s'ka mundësi të mos ishte zbuluar deri më sot. Nuk ishte mundësi. Tani çfarë ka bërë Ema, si e ka bërë, ku e ka, ajo e di. E rëndësishme është që Ema e di ku e ka vajzën. Si e di? Edhe e din ku e kanë vajzën. E din. Ata po ta dinin, nuk e kërkonin besoj apo jo? Ore, të thash e din. Se si e kërkojnë, çfarë bëjnë për ta kërkuar, për ta gjetur, e tjera më qaftë të tyre, e din ata. Unë di që ata e din ku e kanë vajzën. Kështu që në kot e trajtojmë këtë temë, sepse nuk ka lidhje me ne, ka lidhje me shërbimin sekret shqiptar, ka lidhje me policinë e shtetit, ka lidhje me strukturat të posaçme shqiptare, me prokurorinë e tjera, që të dalë vërteta. Se e kanë fare të lehtë, me që se më kujtove tani, më çove tani 8 vjet përpara, 9 vjet sa u bën. Pse nuk i thresin personat që kanë Bravo, për 15 vjet, pse nuk i thresin personat që kanë lidhje me atë çështje? Se e din kush e ka shoqëruar vajzën atë ditë. E din shumë mirë me kë ka dalë për të luajtur për lopë, për kuvate. Ti thresin atë që shëngojnë. Prandaj shpjegoni me faktin që edhe Jati, sipas domethënë, Ema e akuzon se bashorti nuk ka folur asnjëherë për këtë, madje akuzon dhe atë. Por fakti kjo heshtje shpjegohet në këtë mënyrë sipas mendimit tuaj, që ai mund ta di. Unë jam i mendimit që ata e din si baba dhe mama. Por shteti shqiptar, policia shqiptare, prokuroria shqiptare, policia gjyqësore duhet të thresin personat që ka shoqëruar vajzën atë ditë, të thresin dhe të shëngojnë. Dim që ato thonë që erdhi një makinë, mori nuk e di diçka të tillë që iku vajza dhe është një çështje që duhet ta studioj, duhet të merret policia dhe prokuroria e shtetit me të, sepse nuk e zbardhin, sepse nuk e bëjnë, nuk e di, s'di çfarë them. Pra kjo tregon edhe dështimin e institucioneve në këtë rast. Institucionet punojnë vetëm dhe ekskluzivisht për Edi Ramën, pra si tjetër, populli s'ka, ne jemi të braktisur, zotëri. Mua më kanë plagosur në progonat banditët e fisit Guga, 11 vet bashkë dhe policia dhe prokuroria e Gjirokastës thotë është çështje fyerje, thotë. Si, plagosën ju qelluan edhe prokuroria zbërigjen. Po, absolutisht. Dhe çoj për ta mbyllur dhe gjykata e apelit në Tiranë ka urdhëruar që të rifillojë gjithçka nga e para. Zotëri, kur bëhet kundër avokatit një aksion me qytetarët. Thash, drejtësia nuk funksionon për qytetarët, as për mua si avokat. Drejtësia funksionon vetëm për të mbuluar krimet e Edi Ramës dhe banditëve të tjerë rreth rrotull. Avokat, falenderoj shumë për gjuhën e drejtë për drejtë si gjithmonë, edhe në emër të publikut ton, edhe të jam shumë mirënjohës për këto të vërteta dhe për këtë shkundje, se duhet. Faleminderit. Detyra ime është kur më ftoni. Unë nuk kam thënë, unë jam i hidhur për qeverinë, për pushtetin, unë jam shumë i hidhur. Unë se bëj armiq. Unë bëj armiq. Dua apo s'dua, bëj armiq. Ndaj, herë tjetër, do shikoj një frek gojë, sepse mund të më zhduken dhe fizikisht.